Arba Kokalari, një zë i diasporës shqiptare në formësimin e të ardhmes digjitale. Diaspora shqiptare vazhdon të dëshmojë se është një faktor i rëndësishëm në jetën politike, ekonomike dhe shoqërore në vendet evropiane. Një nga figurat më të spikatora të këtij suksesi është dhe eurodeputetja me origjinë shqiptare, Arba Kokalari, e cila po luan një rol të rëndësishëm në debatet evropiane mbi inteligjencën artificiale dhe barazinë gjinore. E lindur në Tiranë, e rritur në Suedi, Arba Kokalari është anëtare e Parlamentit Evropian nga viti 2019 dhe konsiderohet si shqiptarja e parë e zgjedhur eurodeputete në Suedi. Ajo është aktive në çështjet që lidhen me tregun digjital, teknologjinë, sigurinë e të drejtat e grave. Së fundi Kokalari është përfshirë në punën e Komisionit për të drejtat e grave dhe barazinë gjinore, ku kontribon në diskutimet për ndikimin e inteligjencës artificiale në shoqëri. Një nga zhvillimet kryesore që ajo ka ngritur është përdorimi i teknologjive të inteligjencës artificiale për krijimin e imazheve të rrema dhe përmbajtje abuzive ndaj grave, fenomeni i njohur si deepfake. Në Parlamentin Evropian, Kokalari ka qenë gjithashtu një nga negociatorët kryesore në diskutimet për përmirësimin e rregullave evropiane të inteligjencës artificiale.